Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Sot do kemi një episod artistik, kaotik, fantastik. Por para se të vazhdoj, dua të prezantoj atë që duhet shpatulla ku do mbështetem sot. Miku im komedian Timoleon Gjikopulli, ose siç e njohin në rrugë, Leo. Faleminderit. Në rrugë të egra të Delion. Faleminderit njerëz. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që merr. Asnjë nga ato fjalët nuk është për mua. Kam përshtypjen as artistik as. Jo, kam i ftuar më vonë. Okay. Gëzuar mirë se merr. Gëzuar. Mas më ka dalë vera nga dje akoma. Përshëndesim mikun tonë që e di që po e ndjek këtë emision. Faleminderit që më ftove. Nuk më del e keqja që more Panajotin para me, po s'ka problem. E kanë dashur shumë Panajotin, nuk kënaqen njerëzit me Panajotin. E pash. Plaku im ishte sa djali i mirë, është. Të tërë ja kanë qef atë. Është përmetar më burr. Është përmetar E vendaj. kanë qef. Ta din njerëzit sa i poshtër që është e pabesueshme. Është homofob, Ua. racist. Ua. Ure, shkon anë nga gabi. Më jep njerëz aty bëj gjëra kështu, bëj kolonizator më. Mos e tepër. Se ke parë? S'është djali mirë. Është nazist. Po ajo ke nazist është, në thënë drejt. E di kush është tjetër nazist? Ha. Qa segue pa besueshëm, bravo. Kanye West në Shqipëri, ore. Pa. Apo në mezi për pres. Ti në fakt ma çove direkt, je interesuar si duket kjo Pa puna e Kanye West? dyshim që buk dhe cirk, po unë jam plebek, kështu që jep më shkosh. cirk, jam mezi për pres. E ke marrë biletën? Pa dyshim që e morë. E ke vënë të pritje. Jo, ore doli bileta sot A, në doli? mëngjes madje. Mendoj që nga më të mirët. Ever, po. Ai ka thënë kështu, unë jam Shakespeare-i. Është nga artistët më të mirë ever, Shakespeare ndoshta nuk është. Po. Mozamit. Po. Mos e shaj mozën se disha do të shajnë. Po pa dyshim që Këto të rillet shajnë. merren po. një hedh me Lisa që të krijoj zhurmë, se atë merr malin. Nga ropt, po, e di e Mos e shaj pash. mozën. Më mirë shaj Kanye West, ai s'është gjë si artist. Okej, ashtu e bëjmë. Po, do të thënë kur të vi ky unë mendoj këtu si do ta presin, a do t'i japin kështu dhall, do t'i vënë atë plisin. Të gjëra tipike e shqiptare. A do t'ja bëjmë gjithë atë. A do t'ja bëjmë edhe aty Kam përshtypjen që s'do pranoj, po ne do e provojmë. Kam përshtypjen Rama do e provoj parë. Kur erdhi edhe kjo Ivanka, kush erdhi që Goca e Trumpit. Që i bën intervista ti burrit te Pelet. Ishte çupe thjesht. Çupe mirë. Sallat. Porosit mesore. Një mish të pjekur, nuk është se ishte shumë. Një sallat si shile. Edhe me kanjë ishte. Çfarë ngri kanjë? Po, çik pacarok. Kukurec, ndoshta edhe tona. Ore, duhet t'i japim tona, ore. Kanjë kur të vish, ta disha duhet hash. Ja çon me Do Lisa hash të këtë. qetësosh, nuk do shash as si futët as të gjërat. Do të dërgoj një pako. Një lloj. Po do ndërtohet një stadium i madh, ore. Atë nuk e di, a do ndërtohet apo. Unë jam shumë kurioz. 60.000 thon. Ja, unë do doja shumë që të kisha atë forcë që të e di se shumë, çfarë po bën kjo qeveria kështu, po na hedhi syve, bojkotohe këtë, po jam i pari. Ata bojkotojmë që siç e bojkotuan këta tjerë që është Jo, për nazizmin më. Se e bojkotuan. Atë lejo ty ta bësh në YouTube atë gjë. E po ishte përshëndetje, Bernardo. Përshëndet ai shok. Te Comedy Thursday bëre, po këtu. Po thjesht nuk e di se çka vini një gjë aty. Okej. Po vazhdojmë ta bëjmë. Britania i tha jo. Po dakord. As të futej. Franca i tha, "Shiko, do lëm një datë, po jo tani se ashtu është një punë." Nuk më intereson për këtë, më po thjesht. Ne e morëm. Jo më është kjo puna e konspiracioneve që siç plasën në Amerikë, domethënë për të mbuluar skandalet fillon. Po ka dhe alien, do ikim në hënë për herë të dytë. Po ka alien. Presidenti do vdesi, kujdes, po i bën atentate Po me tërkohë. ka një kush konspiracionit. Kjo e njëjta që po ndodh edhe këtu, domethënë për të të hedhë syve Se e kanë marrë. për të të hedhë syve nga tërkohë. Buk dhe cirk, nëse ke parasysh për çfarë. Po, e ka marrë Rama për çfarë? marketing, për turizmin, jo. Për turizmin, da, vërtet. Po marketingi pastër. Më fal, dalin njerëzit në orën 4 të mbasdites nga puna nga dytësorja dhe aty ti ngec 6 orë në trafik. Unë kam bërë një herë shtëpi. Po anko është i po bën nga këto tani. Po ashtu është vërtet. Do qash tani. Do qash. Gjatë Nuk kemi kapacitete. Jo, po ashtu është vërtet. Domethënë si ka, okay, dakord, është afër aeroportit, ndoshta ka të huaj që do vinë direkt, do ikin, do kthehen. Por e ka për të mbushur, unë nuk e di për këtë 60. E para një herë që thon do ndërtohet brenda 2 muajve. Ja, edhe kjo është. Ora është një rrugë këtu poshtë, rruga kush bëhet ka ja 6 muaj kjo që shkon nga kopshti zoologjik te liçeni That. 6 muaj janë njerëzit po thyen këmbë, ti imagjino të ndërtohet stadium për 2 muaj. Po këtu s'do vi Kanye Westit, ajo rruga e kopshtit zoologjik. Në fakt u vi vetëm unë. Eksakt. E vetëm s'ka shfaqje. Vetëm unë thot. Tërandale vjen aty, po vetëm ky vetëm vetën e vet konsideron.
Po flisim për njerëz të rëndësishëm. Okej, Dhe nazist dhe racist. Kështu që kështu, valla, nuk e di, unë jam të thash, do doja shumë të kisha edhe unë këtë forcën që e bojkotojmë. Po jo, kanë kontestuar? Jam I pari në listë. Kanë protestestuar? Ka patur në shumë Nuk s'kam parë gjë, nuk e di, ndoshta ata që ndjek unë janë të tërë. Asu. Po se shteti jo, sidomos po është amerikan, ne jemi kështu. Po ku shtet më se do bëj ta sillim ne mos ka që e mbajmë ne. Po ku shteti po organizon pra mua ajo gjëja më e çuditshme mua ajo më duket që po organizon shteti dhe jo një privat në gjithë botën po organizon. Po vllanë edhe Hitlerin, po të ishte gjallë, e thoshin amerikanë shiko. Se I bën mirë dhe turizmit. Ta shikohet Hitlerin ta nxirrni këtu e ishte. Ua, sa do rriten numrat e të ardhurve. Ato numrat që thotë Rama në fund të vitit. Kaq turist ka pasur Shqipëria këtë vit. Oh, wow. Do e shfrytëzoj, do I huaj në fakt. Nga një anë duhet ishim I vetmi shtet që duhet mbani një lloj qëndrimi, se për shembull Anglia I ka përzënë çi futet atëherë. Franca çau bëri. Këto të tjerë njerë kanë kështu, ishin sa erdhi Gjermani pa ja u kërkuar, ja çuan, si me Hungarin, kush e ka atë. Ne ishim të vetmi që edhe atëherë nuk I lam. E diti që Einsteini është nga Pogradeci. Po. Qarkullon një histori që atëherë kur u fshehën këta, Einsteini mori kështu që të merrte pasaport shqiptar dhe bëri vendqëndrimin në Pogradec. Do ku I dëgjoj. Gjithë nga Pogradeci më plak Einsteini, Edisoni, Irlandës, ashtu bie. Denis Taullaj. Pogradeci është qyteti më I bukur në botë më plak. Në rregull Denis mirë, në rregull. Është e pe që liçeni Orit u shpall liçeni më I bukur. Po nuk më intereson më për Pogradec, vazhdo më fol për Kanye West. Nëse edhe ne, domethënë I kemi mbështetur edhe I mbështesim edhe me Izraelin I kemi shumë mirë, edhe ndoshta do të ishim ne të parët që duhet të mbanim një qendri, po vetëm ne ishim hajt më vllaj, vetëm hajt të lutem. Mua nuk më bezdis fare kjo puna që jo po ky është nazist dhe nuk më bezdis fare. Edhe fakti që shteti, domethënë për sa kohë nuk ka ato janë gjëra, më fal, nëse organizon vetë shteti, janë gjëra që I din ata vetë, nuk mendoj që I ka shpëtuar Ramës. Vërtet? Që ka antisemit? Ky ka një këngë, jo, e kupton, nuk është. Rama ishte shumë I lumtur më Blendi. Padyshim. Blendi është I lezetshëm ore. Ashtu të polak I këndshëm. Do doja ta shaja se do thonë njerëzit mbështet qeverinë. Po duket sikur organizon ca gjëra të këndshme. Nuk të bezdis Blendi. Blendi? Sa dim vetëm me vetull. Si I ka si të çuditshme. Jo, mo. Okej, në pashi ditë e berberit tash pa lesa kohë duhet vetëm për vetullat. Eduard Gërshëra. Po. Blendi. Të përshëndesim. Na hapësh ndonjë fond nga komentet. Po të lutem vëlla. Shikoj mbështet Blendi është burrë I mirë shumë. Prandaj po. Po Blendi, po. Madje unë mërzita shumë me Ramën që I foli ashtu keq. Ku I foli keq? Po një javë, 2 javë çaj bre. Mja le të flasë I tha kështu. Çfarë plere? Blendi ton I foli ashtu. Blendi që ne duam aq shumë. Nuk do marrim asnjë fond. Të lutem kalo ke tema radhë. Nuk do marrim asgjë ta premtoj. Vetëm Azizi me të gjitha. Pse ngjerë të përmendur Gent Azizin në botë? Po se u mërzita me Zhaktinës, nuk më duhet më. Okej, të më erdhi tani do presit të më vi Gent Azizi. Shumë kam një telefon larg e ke. Fakt po, shi një frishtëllim, ta isha aty mbrapa. Genti? Po prej të hyj kështu. Ka ngjerë me Luanën që jemi në fund. A di që si kuku Luana? Me vërtet? Nuk e di, jep Bare ka ajo. Po vjen Bare jep Shqipja, nuk e di. Shqipja është pastruesa të punoj me vitër. Po. Të këto emra janë emra pastruese që po. Domethënë ti do shkosh, do ta marrësh biletën, do sanitare, kërkojnë ndjes për drejtoresha e mirëmbajtjes fizike të ambientit. Inxhiniere pastrim. Po do na shaj nga unë kam mama për tër bi pastruese që jemi. Këto. Nëse ata që do ta shikojnë Kanye Westin, le të kënaqen, të kënaqemi të tërë edhe unë do jem aty. Unë shkoj, edhe unë atë My Beautiful Dark Twisted Fantasy e kam shumë qejf. Edhe college, çka ka graduation college dropout është nga, po edhe graduation, po edhe college dropout është nga albumet më të mira. Vërtetisht unë do shkoj dhe do kënaqem, shpresoj. Po do të kënaqen të tërë, nuk e di. Do këndosh me atë, ai thua fjalën nigë kur I thua kur. Padyshim që edhe më është pjesë e këngës. Është pjesë e këngës. Po ne ç'kemi sigur kemi ne insensitives të tilla, ne kemi fare. Kemi merremi çim me këta tanët me hajde, brenda Shqipërisë, kaloj me Friendly Fire. Po, xhingla të lutem. Një apartamenti në Tiranë I vën flakën 2 25 vjeçare duke ndezur qirinj aromatik. E nisa me këtë se ti ke qejf të çupat që bëjnë kështu. Mbarojnë gocat për qirinj. Pasuni me astrale, këto gjërat. E disa lek kam lënë unë me qirinj aromatik vetëm se se kanë qejf gocat. Ore, se mua as nuk I kuptoj këtë, se disa janë që mbajnë vërtet erë, çfarë janë kështu me arom vanilje nga këto. Po.
Sa të tjera janë, se kuptoj harxoj lek kot, ato Me janë. dru sandali. Koto, ore, dakord me dru. Janë ca Qena me dru. rroba të lara, ka nga këto ka nga këto budalliq, rroba të lara. Çfarë është kjo, mo? Lajnë me rroba tani. Edhe zemër do lash rrobat, mos e desim qirire, s'ka me të njëjtën bluzë burra të 4 ditë. Lanë rrobat. Jacqueline me ty e ka. Electromagic, merr atë i gjithë mirë edhe i lan rrobat. Se të shpëtoj edhe burri. Oh, wow. Më kap edhe mua, të jem edhe unë pjesë e këtij klipit për të dalë. Jacqueline me ty e kam edhe. Më kishte komentuar një mua kështu që te ajo me Jacqueline kishte thënë ky përveç se që janë një mizogjen i qelbur duket që në mënyrë sekrete i pëlqen dhe burrat. Në shtrat sidomos. Të pëlqejnë? Edhe unë dëgja vendosa, thash do ta gjej këtë që ka shkruar, do ta rraj dhe do të burrin. Ka ishte grua. Oh. Ja, unë e suportoj këtë. Lea suporton. Se i me gjemi të komente, se do vazhdoj me lajmi tjetër. Diqa me ato komentet që rritin i rrogën prezantuesit. Ishte bërgjë si loj që e kështë shkuetur njërë të gjithë pastaj e rritin i rrogën. Dhe unë dua të them shumë faleminderit, po unë nuk paguam. Unë nuk paguam, e bëj vetëm për qef të gjë. Domethënë një dietë të vogël që më jep Dalina, unë e çoj për fëmijët që kurohen nga leuçemia, kështu që jam një njerëz shumë i mirë, okay? Vazhdojmë tani me lajmin tjetër. Sa ju urryshëm, ore. Prandaj e kanë natë. Prandaj është kështu coin flip ky. Është do hedh një monet, don gjysma urrejnë edhe gjysma e kanë qef. Lajmi tjetër, Berisha i del në krah Metës. Nuk ka përdorur kurrë karta krediti në jetën e tij. Nga që paguan me arë, Ting! Nga do moneda. Si në Wild West. Ting! Ja, po kjo u bë... Nga ato qeskat pra të vogla, nga ato filmat me të me Robin Hoodin. Ne! Pa ditur fare sa leka aty brenda. Duke paguar kështë, gjirë lagjë dhe duke paguar me arë. Sali u bë profesor, Edhe avokat. doktor, politikan, avokat, të tëra. Avokado. E the me të, mëse dhe gjë avokad? Me të, mo e thash. Të gjunë... Avokat, do me dhënë ky... Lumgolja që di qesh. Të tëra, i bëri të tëra, vetëm s'po vdes. Do me vetëm atë që duan të tërë të bëj, vetëm atë s'po bën. Vdes nuk plak. Gjithë të tjera ti ka... Asnjëri nga këta nuk po vdes. Asnjëri nuk po Do me vdes. dhe Meta është... Qa drejt fundit të? Thua? Me çpamerën e fundit. Oh, wow, të duhen ty këto klipet, se po vdiq për një muaj do dali kështu. Po ai bën magji. E parashikoj djali i Andales. O, djali Andales. Po tash Tani u do të jap dorëqet. atë nof ke tani. Te grupi jon po një. Ashtu më thrisë? Te grupi komedis ti je djali i Ma Andales. keni hequr penisi me madh Ballkan? Lajmi tjetër. Një. Gjenden vibrator në burgun e grave në Pogradec. Në lajme të tjera gjendet pirun në kuzhinë nga këto vdati. Ore, po pse ja u kishin marrë, ja u kishin konfiskuar? E kishin marrë? A nuk lejohet të ketë vibrator? Shko, ato në fakt kanë një pamje shumë të bukur atje. E po ishte e bukur që ta Ka një pamje atje në Piskupata se ku është një fshat atje, se u bën një burg për të mitur ai, pastaj ja u lan grave. Okej. Është kur ik për në Lin, kur je Pogradec ose kur sa kalon Linin. Edhe është liçeni atje. Imagjino që atje vetëm për të masturbuar. Qirinj aromatik me aromë rrobash. Të lara. Të lara. Edhe vetëm masturbim. Gallat e ma, ore, po ç'a të bëjnë tjetër? Pse nuk lejohet? Pse nuk lejohet? Është ajo që tha Melisa, i përdorin për armë të ftohta, po jo innuendoja seksuale. Domethënë, po ç'a do vën tjetër burr? Imagjino sa e sikesha do ishte në burg? Po, kam përshtypjen po. Po të do lejohet ajo. Se është diçka Ose që i njësoj stresin. Po i stresin. që i stresin, Po do po, të heqësh syrin, edhe me cigare mund të dikësh dikë. Sa e çuditshme do ishte sikur mos lejoj masturbimit e burgu burrave, do ishte. Ose të na dojë edhe ne një pajisje për të masturbuar, do ishte shumë e keqe. Po pra. Ishte tmeshme fare. Bëjnë sa kështu. Ose të kishe në kështu mangësi fizike që mos ja bëhet dot vetes, duhet se s'bën të ta bënte dikush. Është ajo që bëri Jacqueline atëherë në Covid, atë me sfungjera me. Po i thashën, po s'ma bëri. Nuk e bëri, unë e bëra në shtëpi shtëpi. E ke bërë ndonjëherë? Kam bërë në shtëpi, e ndoqa atë videon e Jacqueline-s. Unë me Bostan akoma. Urdhët. Çfarë dhe më humbe, nuk e di se ku do dilja me këtë po më humbe. Në Mbretërinë e Bashkuar hapet dek studimi për të mësuar mbi magjin. Dhe i kisa liu. Dhe mua me këtë lajmin ma kishin shoqëruar me këtë foto. Po pse po bëj grupa e shoh? Ma pëlqeu që pe. Pse qesha, pashe dhe reagova, jo vetëm Jesi ata tipa që thua, më isha aty
Unë jo vetëm pashme dhe reagova, qesha Po sikur. sa është këtu. Ose, ua, kaq fake jam unë edhe në jetën reale. Je i mirë shumë. Jam i mirë shumë, okay, dakor. Në rregull. Çfarë mendon për këtë shkollë magjisë apo vari? Nuk di, do thjesht me qeshet shumë me këtë idenë e Saliut që do shka kështu si profesor Snape me atë gjën e madhe. Do vinte Po me mendon ashtu? Ashtu po mendoj. Thjesht me qeshet në këtë për asgjë tjetër, nuk kam zero interes për këtë. Ska, do ta presim edhe këtë, se ajo kjo me Snape-in e dobët ishte. Treqi. Nuk kam asnjë joke këtë episod. Ti do qëndrosh me mua apo jo? Kë ke të ftuar? Kam i të ftuar super interesant që do ta Që shikosh është? më vonë. Do bësh pjesë dhe do bëjmë art kontemporan tani, të gjithë unë, ti, ai, të gjithë do jemi art këtu, ne, ata, aty, je do jemi të gjithë art. Okej. Ka në përvil kështu në i boj në më jep të pikturoj gjëra. Do t'japi, Ishte ka- okej, do bëjmë një gjë shumë të bukur, do Okej, t'japim super. Melisa. E qëndroni se do kalojmë tek i ftuari. Le të kemi sa ro. Ej, po më duken to prosciutto si pjesë e trupit tim që po i ham të gjithë. Okej. Klodi, ja këtu të ham pak. Mund të bën edhe një heshtje një orë. Ua. Bukur do ishte shumë. Është herët për Next këtu, time, është herët. E merr, është herë për Shqipërinë po them, po. Një, do t'ja fusësh trurit tim. Bu, me ke djallë. Ne do t'ja fusim trurit e njëri tjetrit. Po, e bëjmë kështu tak, do ta vit xhin. A kam dritë Do ta të kuqe? quajmë, do ta quajmë seks trush. Të Seks? Seks trush. Po. Trut ton të bëjnë seks me njëri tjetrin. Seks Edhe në trush. mendim, edhe në koncept. Po, Melis, Edhe ne të bëjmë një erotizëm total. Dritë dhe kuqe kemi. Episodi e ka seks trush. Seks trush, ë? Se Melisa vendos titujt e... Just do it. Mund ta kisha hapur në shumë forma këtë pjesë sot. Mund të kisha thënë që ai është një artist kontemporan, që është një kurator arti, që është një bot më vete. Klot Dedja. Një graskë e bukur këtu. Ë? Graskë. Të pëlqen? Po, shumë e bukur. Është një çerdhe e vogël, zogzash. Tu imazhi është magjik. Nuk arrito ta perceptoj që ishte kështu. Ne mund dua të të jepja ai çik energji, shiko, vetëm e kemi rreshtuar sot me bukurose. Unë kthem përfundimisht një ushtare juaj shpirtërore. Zot, ky emision do të vetëm për mua, nuk më plasë ai shikoj njëri fare. Absolutisht. Klot, vlla. A të kishte munguar liria tani që dole që aty? Po, pra, po. Liria është... Se ti një rebel i përjetshëm. Shko, liria për mua është edhe një bisedë në banjë, po mendoj se neve duhet fundemi brenda një kubi për të kuptuar se çfarë ka jashtë saj. Dhe kjo ishte një ftesë shumë interesante për të futur brenda, por kur futesh brenda kupton që ti nuk është e jotja, as brenda, as brenda brendës. Pra ke dy lloj realitete që janë ato që ndërrojnë aty brenda për të qenë në reality, po dhe reality show është një tjetër sy që shikon nga jashtë dhe janë dy komponentë. Këto dy komponentë bëjnë kubin, që është një total në formën estetike dhe në formën shpirtërore ti je i shkatëruar, i çekuilibruar dhe është një ftesë e madhe për të çmendur. Do të thënë ti e shikon si një format i reality show. Ishte performance totalisht, po. Ashtu? Nuk është thjesht një kaos i pasens? Është një kaos komplet i pasens dhe i padëshirueshëm, por i nevojshëm. Okej, më pëlqej. Po unë e shikoj që ti nga brenda nuk e qenë kurrë i izoluar. Unë nuk mundem dot, unë me izolu është një vetvrasje direkte. Nuk mundet dot. Jo, ja kam dhënë veten vetes. Tani, ajo që vura re, unë është shqiptarët nuk kanë evoluar shumë me këtë pjesën Just Women's. pëlqen. Mirë, kemi edhe Nikitën sot, pavarëse nga emri. Po, sot më duhen Është i gjithë vetmi femrat çun. në fund, okay. Në fakt të gjithë jemi gra sot. Oh, plot, Novka Ja, shtu është fantastike dhe me prosciutto të rrethuara. Me Ne ta stonë. bëjmë instalacion këtë punë se. mund të bësh ç'të duash, mund të bësh çdo gjë me mua. O jam unë instalacioni Varse jot. bojrave. Varse Leo është një instalacion, nuk do flasi, nuk do bëj asgjë sot. Thjesht e di ai ç'do bëj. Sot orë çmenduri është kaos sot. Bum. Ajo që shqiptarët nuk e suportojnë dot aq, po unë do të thoj ai gjë. Novka Koçi. Domethënë shqiptarët ja u kanë lënë një plag Jo. komunizmi që gjithë personazhet interesant. Për shembull Koçi është personazhi më interesant ndonjëherë. Edhe e kanë si për kështu. Që, pse vazhdon akoma kjo Fiks në fare. Shqipërinë? Po Koçi në fakt ka 2006. qenë më i mençur nga gjithë Nga të gjithë, nga po? gjithë simbolet. Po është e mbill nga Sepse komunizmi, Koçi pra. Thonte në një moment aq të izoluar Shqipërisë, thonte gjëra që ishin të pamundur. Edhe nuk e çon në burg kurr. Pra Koçi ishte një
një super bir jashtëzakonshëm. I mençur, intelektual, i thellë, qesharak. Ai duke bërë qesharakun, ai shpëton. Çizme meksikane, ajo. Çizme meksikane, zhabën alçi. Kupton? Ato ai do ishte futur në burg 2-3 breza, kupton? U thonë shpreh, se nuk lejohesh. Vetëm nga kollaroja që Ky shpëtoi sepse në film e kishin bërë si ekstroverti, pak a shumë ato që jemi sot, por prapë qëndron në kokë Koçi. E ktheva prandaj tosha Koçin. Koçi është për mua the best guy. Edhe me gomar mua më pëlqeu shumë. Hyrja me gomar ka qenë komplet një shuplagë e madhe, po shumë e madhe. Ishte ndaj Mbrapsh i kishte hipur apo jo? Mbrapsh. Po, mbrapsh. I kishte hipur gomarit. Në moment më kujtua një kështu unë nuk e kam qef tradicionin fare, por më kujtua Nasradini, nuk e di pse. Që este mbrapsh me gomar. Ka pasur ca gjëra, este mbrapsh dhe jepte mend njerëzve duke ecur mbrapsh. Edhe njerëzit nuk e merrin dot për së qenuri, sepse ishte qesharak. Mirë po, duke qenë qesharak dhe jepte leksion, ai fitoi, u bë shumë i famshëm. Pra ky të qenurit qesharak dhe i mençur, për mua është një argument interesant. Ti për shembull, ke qenë edhe më parë në panele me njerëz që nuk është se janë your cup of tea, ke qenë me personazhe kështu TikToku, nga këta që kanë qenë përputhen, edhe ke qenë për panele ndryshme. Dhe këtu kishe disa kështu. Po. Ishte fiksi, prandaj po duk vete si përputhen. Mësove ndonjë gjë nga ata, apo thjesht i përçmove kështu në heshtje? I kam urryer gjithë një nga një, do komplet. Një urrëtie fundamentale. Bum. Edhe mu duk një sekond si Squid Game, edhe thash që mos të kthehem tani në një vrasës papagesë. Po me mendje ke vrarë. Komplet. Mora armën nga ato plastiket, sigurisht. Dhe bëj film ku Squid Game në kokën time. Edhe u krijova një lloj game-i që më pëlqej. Prandaj rrie larg se doja të dish ai që gjunte në distancë. Dhe kishte më duk interesante. Klodi ka vrarë gjithë fermën VIP. Madje i ka dhirë mbi kufoma, çfarë s'u ka bërë. Të s'kam drejt kuqe te kjo. Sa e bukur kjo, do të fusë në një show në një moment dhe ti do ta bësh të. Në mes të operas. Qel! Kaos! Ma pëlqen. Klod, cheers njerëz se nuk bën. A do ta bëj? Po, kush ishte gjëja më absurde te ajo ferma VIP? Më fal që po të pyes për atë gjë, po duhet ta bëjmë për këtë. Gjëja më absurde ishte të shikoje një shkrimtare të çoroditur nga trut, edhe të mbaruar psikologjikisht, e cila frymëzonte një popull të tërë me ignorancën e subaktrimit të parashikuar. Dhe e besoj që po flet për Diana Çulin. Jo, po flet për Moza Ahmetin. Yes! E ke quajtur dikush që ka vdekur pa lindur, dinosaur që po mban peng shqiptarët, e tjera. E ke patur. Mund të shtojmë këtu? Mund të shtosh, mund të thuash atë duhet. Edhe un fola ishik për Mozën, nëse s'e ke parë ende. Me shumë respekt, me shumë respekt, por koha dinozauri ka mbaruar për kohë, na bidem si është mundur që rrim aty duke gjetur akoma. Janë çmendur shqiptarët e duan shumë. Lëkurën e dinozaurit. Dhe ty të shajnë shumë nga që u zure me Mozën. Unë i duar mish nga një. Bum. Ç'ishte ky rivaliteti i çuditshëm? Nuk ka rivalitet. Rivalitet nuk është rivalitet, e para sepse unë kam dashur artin e saj dhe kemi punuar në një dy gjëra të vogla, por ideja është që zbulova një personazh shumë kaotik dhe po bën çdo gjë për të fituar çmimin, gjë që për mua është një mungesë e madhe respekti. Po e bën. Ja kam thënë unë edhe Meglit kur punonte këtu. Kështu që tani populli që ndjek është gjithkohë dhe kjo ka ajo din se si bëhet ja. E di pra këtë i thoja unë Meglit, Megli se e kam aty. Me ajo e di. Rri aty mbrapa. Më beson dhe mua. Ajo e di shumë mirë ç'po bën. Kupton ti E di shumë mirë ç'po bën. Mirë, ajo po përdor këtë pjesën se nga që i di sa të vegjël janë një pjesë aty jashtë. Po ti ja përdore ndonjë intelektin për të dominuar ata brenda. Jo, se do kisha bërë diktaturë dhe diktatura për mua nuk është argument dhe no. Unë aty brenda u futa për të përjetuar komplet idiotësinë e tyre dhe kishte konsciencë, ishte konsciencë e hapur, edhe ja dole kaq, dija që do qëndroja ajo shumë gjatë, kisha një mendim për të vetes time. E di valla? E di sepse nuk kam hyrë aty për të fituar, kam hyrë për të eksperimentuar. Okay, guys. Unë eksperimentoj çdo 5 sekonda dhe me ju që jam këtu, tani jam duke eksperimentuar apo me kamerën që keni rroball. Ne shkojmë për te gjës dhe për te vetes, pikërisht kur vemi në lojë. Loja kush është? Open space me kamera. Dhe aty që kamerat çdo 3 metra. Kupton dhe në ti s'mund të shikoj ishin 20 kamera që shikonin ty. What the fuck I'm talking about? Edhe kishte këtë dramën e heshtjes së madhe sepse kuptoje që pas kamerave kishte një empty zone. Një zonë e vdekur. Gjendje transi atje.
ishte komplet trans komplet. Nga një ëndër e jetuar me kështu me sy të hapur. Po pra ti ke Ja, përjetuar. atje unë flija gjumë atje dhe zgjohesha në ëndër prap. I thosha po jam në ëndër apo jam atje? Dhe flija gjumë për zgjuar Qoheshe, në ëndrën tjetër. shikoj pa Pyesja, po mozën. këtu ku jemi dhe nuk e gjeja kurrë. Zgjohesha mbjes në Kuturu. Merë madh. Dhe ti e ke parë në këtë lloj forme kurse njerëzit kanë kapur vetëm rivalitetin tënd idiot. Po sigurisht. Po. Edhe kjo, dhe ky është dhe koncept, nuk është se A do ma bësh një mua? Unë dua një penis të vogël aty. yes. Do gjej ku ta lëgishin të bësh. Do ke ishte një smile për ty. Edhe po e lë. Ai se Edhe pastaj do ta bëj atë ke qef. Prit se s'kemi arritur kulminantën, mund të ta bëj. ai ikën kjo se mund të ishin bërë te fytyra apo Po bëjmë këtë dhe këtë. Do vejmë dorën aty do të bëjmë. ose apo më pëlqen ky emision. Ky emisioni është vetëm për mua. Oh, bum. Nuk meriton. Nuk jam deri asnjëherë kaq rahat në fakt. Vërtet? Po. Prit se s'kam birur të mbi ta bëj. Dhe për këtë dua të them, dua të pyes për diçka që i shikoj njerëzit, se po i lexoj këto komentet e këto fermat e këto budallëqet. Edhe një nga gjërat që flasin është që ti ishe ziliqar. Po. Ndaj mozës, domethënë. Ke qenë ndonjëherë fuck it atë, po ke qenë ndonjëherë xheloz ndaj suksesit të dikujt tjetër në përgjithësi. No, unë nuk mund të jem dot xheloz, madje sepse nëse unë jam xheloz, unë nuk kam mundësi të shoh gjërat, domethënë një njeri xheloz mendoj që nuk shijon gjërat, apo jo. Që unë mos e kam shijuar në artin e saj, po është një art që unë nuk bëj artin e saj, është tjetër gjë. Ajo shkruan çfarë bën? Po, ajo shkruan dhe është një mashtruese e këndshme poetike, po. Dhe nga që ka jetuar në kohën e komunizmit, në kohën e komunizmit, çdo gjë ishte shkërdatlik, kupton, dhe gjithë bënin pjesë në një orgji kolektive informacionesh dhe ja fusin njëri tjetrit. Kështu që është mësuar në këtë formë. Ajo është shkolla e vjetër. Unë prandaj quajta atij e vjetër. Sa vjeç është? Për sa përket konceptit. Sa vjeç është kështu? 800 e sa. I bërë, ja. Kur e kështë Por nuk dua të jem modest, mund të ketë 1.2. bilion. Ne të flasim në kohë. Në fakt dinosaurë quhet e ti, kështu që. Një nga gjërat e tjera që ti ke thënë. Imagjinoni mozën si T-Rex. Ishte Melita, a do ta bëjmë mozën si T-Rex apo shumë? Moza është një super T-Rex magjik. Magjik, të bëj edhe me krah. Kjo ti ke thënë shumë gjëra atje. Domethënë ke bërë disa deklarata, por njëra që më ka pëlqyer mua më shumë është që ti ke thënë unë brenda vetes kam disa versione. Po. A ka një version të Klodit që nuk bën art, thjesht rri kruan kohë, shikon televizor? Unë mendoj që në kohë të shkurtër, çdo pak sekondë, çdo 10 sekonda unë kam 4-5 personazh. Unë kam njohur një atë që kur erdhe. Po, jes. Dhe jam kënaqur. Edhe ti dash me shumë qef. Për zotin. Ai që puthin qaf me Lisën ishte i preferuari. Kështu që mund të bëjmë zhapik për 7 sekonda. Tani, me që unë thash puthe me Lisën, është dikush aty jashtë që mund ta dëgjojë, mund të mërzitet. Një puthje elegant. Do më lejosh të hyj pak në shtrat? Futu, po në kuptimin e futjes, të fut. Tani ti ne të gjithë e pan atë, para se njerëzit u morën me atë se janë morën atë pjesën që atëherë mund të mbyll sy. Mund të vesh të duhet. Nice. Po, le ta trajtojmë si terapi. Më fut në shtrat, po. Njerëzit u morën me atë vajzën që unë e njoh nga larg, mund ta përmend emrin? Ersën, që ju bashkë po keni hapur edhe një platformë Tamomin. Okej, po kemi hapur një platformë, po. Që ta plagemi çike edhe këtë gjën. Tani unë nuk dua të merrem me atë jojuri me mac, bëri shumë mirë, ishte shumë nice. Edhe unë artistik. Edhe unë e pa që ti ishe aq i dashur dhe unë e di që ti je aq i dashur edhe i ndjeshëm. Po brenda në shtrat, si jo? Nuk dua ta quaj dashuria apo seks. Tash po i hap që të flasim. Po. Dashuria apo seks, si e quan, po si është Klodi në dikush me këtë fantazi? Stronge? Po. Dashuria e thënë shumë fort. Ndryshe, jo mua pëlqen demët në arenë, kështu që më pëlqen kuqja fort. Palesi do jetë seksi me këtë njeri, mo amano. Imagjinoj jeni. Mos të bëj të zhvishëm nudo se mund ta bëj. A do të jesh vetëm një thithk? No, do të zhvishëm o komplet o nothing. Okej, zhvishëm komplet atë. Go. Jemi gati. Jam gjithmonë gati. Jemi gati. Jemi gati, mo. Je. Ore, është shumë e gjatë. Është shumë e gjatë si çështje, Okej, mund të heqësh ripin anë gjë. Mund të heqim gjithë gjërat tjera. Po të lëmë një tjetër gjë, po ta bëjmë kështu pra që të përgatitet të bëjmë si performancë. Do ta bëjmë një gjë në fund, do bëjmë disa gjëra. Se si të shkon ndërkohë këtë edhe këtë mbrapa bëhet artë. Kjo është gjitha instalacioni im, edhe Leo është pjesa e instalacionit tim. Leo është perfekt. Më kupton? Leo të ishte nudo, të ishte perfekt. Leo nudo, next time, okay. Puna që ka ardhur fala se. Se do të thënë po të paguaj.
E imagjinova 3D. Okej. Edhe unë e imagjinoj jure, kam filluar e imagjinoj shumë goca këtë dreq. Ashtu, ë? Po më ka bërë si Nëse. Klot, me që ishim te këto. Ti fol edhe për dasmë, që dua të bëj dasëm kur të dalë. Po, këtë vit kam qef të Aman. Kur themi dasëm tani më largoni nga qoftë këtë do të thua, se duhet dasma do jetë me ylli bakën, me mish. No, mos më jep mua ujin çaquta ajo. Si do jetë dasma e këto detes? Do jetë një gjë shumë konceptuale, shumë modern dhe është një gjë shumë e vogël, jo shumë e madhe. Aman më ftoj, e di që jam pjesë e Dhe do jetë në ajër, pak a shumë kjo është koncepti. Në ajër? Kjo është një koncept. Po. Pra është një projekt, është më shumë si një performing. Edhe nuk është quhet martesë, unë ne e quajmë një hap për te magjisë. Është diçka magjike. Po do i ftoj në farë mënyrë, ju kam shpirtërisht brenda. E di, a do ta bësh live stream? Mund ta bëj. Ta bësh te tamam, do bëni. Bukur do ishte po dhe po. Por tamam, çfarë do të thënë nga tamam? Tamam ka është një koncept ironik i të asaj që është everything is okay, pra tamam është tamam. Jepi është çdo gjë okay, por në fakt gjithmonë ironia jo të qenë okay, vazhdon të jetë aty permanente. Pra ka dy sides, tamam dhe jo tamam. Ide kujt ishte jote apo e zonjës ëndër, e damës? Po ka lindur në kështu në proces, kemi qenë në një udhtim shpirtëror, ku nisëm me letra për të bërë projekte, koncepte, si do bënim gjën dhe aty lindi kjo koncepti TAMOM, tamam. U zhyte poshtë? U duk sikur po ja merr ngoj Deus. Po, më thënë se sa plasi këtu. Ne mua më pëlqej që ju do të jepni mundësi edhe artit kontemporan me atë gjë, që është një platformë. Është një platformë, po. Tani me që jemi te ky arti kontemporan. Kur të thonë që nuk e kuptoj artin tënd për shembull. Kush është përgjigjja e parë që të vjen? Faleminderit. Ikëm. Kush ka që performanca jote që ka lënë më shumë shenja tek publiku, por dhe tek ty, ose vetëm tek ty? Është fakt një performance që më ka tronditur mua personalisht, pa dhe publikun, ka qenë kur jam zhytur në Akull, në një klub Akulli në Vilën e Verit. E di unë atë. Një nga eventet që janë pjesë e karrierës time, ku e kurova unë, po bëra edhe si artist performance, ku te Vila e Verit në 2014, pak a shumë nëse nuk harroj datën, bëm hapjen për të parë herë, aty që sot është kthyer në një rezidencë artisti, ne bëm këtë të parën, si do ishte, si mund të ishte. Edhe bëm një akt 24 orësh, ku mblodha 4-5 artistë të rëndësishëm në sensin konceptualist dhe qëndruam, jetuam 24 orë brenda Vilës së Verit dhe unë fjeta tek krevati i diktatorit, i vërteti me të njëjtat gjëra dhe përjetova një gjendje shumë fort 24 orëshe. Isha një moment të jashtëzakonshëm dhe do prodhonim një vepër që për publikun do hapet nesërmen. Dhe unë u zgjodha, koncepti im ishte të hyja në një klub xhami, që isha në Akull, do qëndroja derisa zemrat fillonte të thonte që you cannot stay anymore. Ana shëndetësore po thonë. Dhe kam qenë afër hard attack, po it's okay, kishte part of the project. Dhe e mbylla derisa ishte part of the project? Yes. Edhe nëse do vdiste sigurisht do ishte aty. Dhe koncepti ishte që qëndrova dhe ndalova aty ku në zemra fillon të thotë lutem ndalo se nuk mundem më. Dhe ka qenë diku rreth 2 orë në Akull. Edhe ka qenë një nga eksperiencat mia më unike, aty thyva murin, i thash gatorit të kam ato ku ti kesh. Dhe pastaj mundova të hapja dyert të një zone që quhej muri bloku i fundit i murit komunist. Sa në. E shikon kush është art mëre. Ky bën shaka kështu me seks, edhe bën kështu për pak më rat fikt po më villet. Dhe shka vdekur burri botës. Ku e kam kamerën? Klodi mund ta ketë kamerën ku ti doj. Klod, ke bërë një gjë pa dashje edhe njerëzit ka thënë, "Ua, super art Klodi." Ti ku di orë të ra gota aty. Ajo fjala dur që s'po gjej ishte frikëshëm. Pra unë bëj çdo gjë pa dashje. Edhe unë përcjellë pa dashje bëj fakt. Edhe kjo çdo gjë është pa dashje. Pra, pa dashje do vjen në pikë pyetje. Por pa dashja bën fëmijë. Po. Ja. Nuk pa dashje u bëra. A jemi bërë vallë të gjithë pa dashje? Pa dashje. Po, një super pa dashje është ajo. Desi konflikt, nuk është desi duhet rrokitje, ëh. Po. Hadi këtu ti? Shoqëria, motorët, gjërat. Wow. Nuk jam pa fjalë. Do you remember Charlie Chaplin? Makineri. Kështu që jemi në momentin ku ne jemi brenda makinerive. Jep. Leo thotë është më mirë se Charlie Chaplin, po unë dyshoj. Më thënë mund të jenë aty. Leo kush? Leo është Leo Juarius. Unë mendoj se i quhet Bo. Kush do ishte një emër? Më jep një emër. Sot mua. Jo mua, varet ai ekziston. Ti je Jim. Jimmy Boy. Si Jim Jarmusch. Ti ngjan pak me Jim Jarmusch. Ngjan pak me Jim Jarmusch. Nëse publiku se di fare kush është Jim Jarmusch. Por pëlqen mos që ky emision është vetëm për ne të tre. Kur krijon më mirë, kur je i qetë apo në mes të krizave ekzistenciale. Nuk ka qetësi, çfarë qetësia?
Qetësia nuk ekziston, unë bitën kush thot, hajde qetësohemi. Për çfarë do qetësohesh? Pse duhet qetësohesh? Çfarë është hajde vdis. Do qetësohu, futet sikë, futet mbrana. O shoku, ku do qetësohesh? Ku për çfarë? Për çfarë do qetësohesh? Ora qetësia nuk është dhe në banjë nuk duhet qetësoheni. Edhe aty as në banjë. Fulloni. Aty mbahuni zonë. Moza e ka qef qetësinë. Moza është një tren që futet gjithandej. Një tren gjatë, elegant, i shpejt. Nëse, kafshët kanë gjithmonë parametra edhe njerëzore. Me këtë publik kaq sipërfaqësor, jo kaq simpatik si ky jonë gjithë vajza. A ja vlen të bësh kështu art si ty? Si joti? Unë ftoj gjithmonë, sepse çmenduria është e hapur, dhe çmenduria që është pozitive, sigurisht, aty pastaj është do një përgjithësi çmenduria. Nëse pra, unë kam një gjë që unë e marr përsipër atë që bëj dhe mendoj, e para se kam kuptuar çdo gjë si filozofi. Po më duket si vagin tani. Unë po kënaqem seksualisht. Dhe I lagë ato çupat brapa. Is biu. Por ajo ka burrin atë. S'po e vjen në pauzë, nuk dua të keq kuptohem me njerëzit. Dhe jo, të lutem, a mund të vazhdosh? Po. Dhe koncepti ishte pikërisht tek hapja dhe te zërimi I ngushticave mendore. Qartë. Përveç artist, ti edhe kurator arti. A je duke kuruar një vepër apo duke u marr me një vepër edhe një moment egoja të kapit që ke thua, po si e ka bërë, këtë doja ta kisha bërë unë këtë çik më mirë apo i çik. Mund ta përshtym gjithë. Jo, mund ta përshtyjm ta le. Dgjoj pak. Unë shtyve vërtet aty? Unë do ta ha atë që të bëhet shmenduri në fund. Edhe orgjia po vazhdon. Koncepti është shumë I thjeshtë që ti je kurator është përgjegjësi shumë e madhe, para se nuk je ti në çmendurinë tënde, po je në çmenduritë e tjerë, merresh me çmenduritë e tjerëve. Edhe unë prandaj kam vendosur të jem kurator se pëlqen shumë të zbuloj njerëz të çmendur, në sensin e përgjegjësisë për të qenë autentik dhe progresist. Një çmendur të jetë progresist. Nëse nuk bën progres, një çmendur bëhet një idiot. Dhe aty nuk e marr dot përsipër pastaj. Por ideja është të kurosh të çmendur progresist, është një angazhim I madh. Është dhe është shumë eksituese. Është një ngrefje mendore e përditshme sekondare. Çdo sekond. Ndihesh çik si kak kur e bën? Kaka kur del mendimi final po. Jo, si kak, këta tipat që shikojnë dikë që po bën seks, për shembull me gruan e tyre apo kështu që thjesht I shikon, I ai tipi që shikoj. Ke pra këta tipat që kanë këtë fetishin? Po, fetishin kakës, po, mund të ndo. Çdo gjë është e hapur në ka ngjyra, çdo gjë është me ngjyra. Kuratori është I çik kështu si. Mund të jetë pak, po ka. Po shikon orgazmin e dikujt tjetër. Edhe unë kam parë që ka shumë kuratorë që bëjnë në orgazm personal mbi orgazmet e tjerëve. No, unë kam qef të ndihmoj orgazmat të bëjnë orgazma. Më pëlqen. A e dyshon ndonjëherë veten këto ti? 100%. Sa shpesh? Edhe tani që jemi këtu bashkë. Çfarë dyshimi ke sot për këtë që po ndodh tani? Po dyshoj kush është gjuri im I vërtet, pra gjuri që kam poshtë apo ky gjuri që vura tani dhe më duket si një seks I ngjitur në gjuhë dhe po më tregove shumë për një performance. Çfarë nuk mund të shprehet me fjalë, por vetëm nëpërmjet artit? Heshtja është një nga gjuhësit më të mirë. Fike, mbani të gjatë, lutem. Ngrefër e keq. A ke parë emision si ky më? Ti flet vetëm në heshtje. A ke parë emision si ky? Guys, good. Po s'bëm dot shumë art, ndejmë të rrinim në heshtje akoma më shumë. Nëse. Jemi figur? Jo, ne do jemi gjithmonë. Mos e fikit lutem, Jo, në asnjë moment. Madje tani ne do bëjmë ja 2 performanca bashk. Time open. Nga do ta fillojmë? Do fillojmë atë që un kam qejf. Si ka patur emrin e performanca me Ajo ka qenë Fly Me to the Moon. Është një performance I bënte pjesë e një performance I madhe, ne ishim 3 artistë të ftuar brenda një performance që e bën bashkë. Dhe titulli ka qenë Debris Sound, zëri I mbeturinave, por unë kisha një titull poshtë, ishte një Fly Me to the Moon, në momentin kur personazhi bën muzikë me këmbët e mia. Me tabanin, do bëjmë bashkë tani? Do ta bëjmë bashkë dhe tani u kujtova që nuk vum ato maskat. Ku janë maskat? Ta mirë që I morë. Keni Jokerin aty? Çfarë maske keni? Mi sill maska, do t'i bëjmë tani. Ose ishte Hajde fakit. Edhe një palë të mbathur aty elegant. Me gdim jepi pak të tuat. Më vishni me të brendshme, të lutem jep pak këtu. Keni fetish kështu këto? Jo, më pëlqejn pak këmbët. Këmbët janë të mira, shumë mirë këmbët po. Shumë mirë, po që ka shumë ambient I mirë për të thënë çmendurira këtu. Por ju projektaj prandaj. Unë e di që ti do vish prapë. Prandaj keni bër, po sigurisht me qef. Pas kësaj nëse të vjen ndonjë gjë çfarë mund të bëjmë tjetër, se këtë e mendova unë. Po ta shohim gjë tjetër. Keni një moll dhe një gozhd dhe një çekiç.
Me 3 gjëra dua. Ndërkohë unë vetë po mendoja thash dua t'i sjell një gotë ujë dhe një patate dhe një këpucë. Jo të betohem, nuk e di pse. Shumë e bukur dhe. Klodi Menderjush. Menderjush. Çfarë kanë shqiptarët me nder? Shqiptarët e një krizë totale, vendimi dhe konceptimi se çfarë ndodh rreth tyre. Për krizat e tyre, Leo po masturbohet. Ndërkohë që unë po bëj këtë, Leo është momenti dur. çfarë është orgazma për Klodin? Orgazma është pikërisht ky momenti këtu. Apo arrim të trenë orgazm, është klimaksi më i madh që ka ndodhur në një emision shqiptar këtu tani. Ta bëjmë live këtu ti. Okej, mund të ta për ta mendoj. Apo klimaksi do ju po klimaksi ju anë brava? Disa njerëz do ta fikin në YouTube, do ta heqin, do ta instalojnë nga kjo. Ra, YouTube-i sapo ra. Klod, Thank you. Oh, maestro Klodete. beautiful. Ne mund të vazhdojmë, ëh? Ne mund të bëjmë çfarë duam. Ku është Molla, Çekiçi, do bëjmë edhe një performancë tjetër. U argëtova shumë, thank you. A u argëtove? Se unë pa fund. Zemër që po krijoj një ambient fantastik. Don. Hape fto artistë bëj performance tu. I would love it. Këtë më sugjeroj ne. Lady Gaga. Lady Gaga te Denisi? Te Menderjush? Kjo është si du ta mendosh. Sa Red, guys, red. e meritoi domethënë. E meriton? E meriton. Lady Gaga? Lady Gaga is ti e perfekt për Lady Gaga. Do të them këtu në mënyrë shumë profesionale. Është ty perfekt. Por dua kam rënë dashuri me këtë burr, merrni vesh apo. Edhe unë. Shënojeni datën, që të rishemi një herë të bëjmë vjetorin këtu, dashurisë tonë. Mezi po pres të them të gjithë rrethit tim që të kam takuar dhe ishte kaq i mirë. Jemi tani është time of performance, koha e performancës. Live tani, Klodete do bëj një art vetëm për mua do ta bëj, për shefin tim. Kjo vepra quhet Fly Me to the Moon. Dhe është enkas për ty dashur, edhe për andale që unë nuk e kuptoj ku ishit juve, si kisha parë për fare. Dalina. Kjo është for all of you, especially for you, and for all of you. Po si ishin e pashkët si Jezusi. Është dhe lëngu që rëshket. Më pëlqen, prandaj po rriqet, më bien në surrat. Si që rëshkasin bisedat tu tek andale. Lëngshëm dhe rrjedhshëm. Kam vënë re ka një rrjedhshmëri të paparë këtu brenda. Dhe mua po më Gjë pëlqen. që shumë vështirë ta gjesh në Shqipëri, ka një thatësirë të madhe around. E kam lagur unë keq fare. Edhe ti je vetëm që mund ta lagësh, E kam lagur unë. lëngu i mollës është requiem mbi lagjen tënde. Requiem mbi lagjen time. A mund ta quajmë kështu veprën? Tatuazhe. A mund ta quajmë kështu veprën? Po. Requiem mbi lagjen. Po, requiem mbi lagjen. Requiem mbi lagjen. Edhe çdo gosht është si një etyt që kemi biseduar sot bashkë. Po a ma shpjego të lutem ndërkohë që e bën. Si një ngulje të thellë, ka qenë vërtet një bisedë ngulse, për cilën nuk do harroj, dhe memoria është sepse ta thash, ti injekton si një gjë që bën dhe një gosht që futet në një trup të huaj. Goshta këtu nuk është mësuar të futet në mollë, është mësuar të futet në dru. Edhe në raportin me mollën e bën atë të këndshme. Madje po ta pyesësh goshën tani si ndjehesh, thot wow, çfarë sipërfaqe që po ngulem, se unë nuk isha përgatitur për të ngulur në mollë. Dhe kjo është dhe forma e re që bën që arti jep një formë të re, një ripropozim të natyrës humane, po edhe objektistikës që e rrethon. Pse duhet të bëjmë mollë, të hajmë mollë, mund të bëjmë mollë me një mollë, mund të bëjmë një performance. Dhe goshtat jo gjithmonë i ngulim vetëm në ras. Pra kjo të qenë jo i parashikueshëm e bën realitetin magjik. The fucking man. I love you. The fucking man. Jam i eksituar. Po ne jemi on, por si jemi të eksituar on. Fucking Melisa merret me gjithë të gjën edhe do masturbohet duke e bër. Bëj çfarë duash. Ky emision është rom. Un kam lindur më të jem kështu, un do ta lë stand-upin. Un do bëhem nxënës i Klodit. Unë do bëjmë zënë të jot. Edhe kështu bëhemi nxënës të njëri tjetrit. Apo jo? Good. Klod do më duhet të me keqardhje po të përcjell tani. Ti përcjell po nuk i ke plako, kam ndarë. Jo, thjesht do mbyllim kamerat dhe do pim verë për qefin ton. Po. Për qef trapit. Zdu.
Unë do vazhdoj t'jem me Klodeten, do pim verë për qef, ju jemi. Adios. S'është fare akoma. Nuk se Ta lëpim tani? Për ku iku Denisi Vanon? Okej. Ka që kam shumë qef të pjesën, është pjesa ime e preferuar të gjitha këto emisionet. Për zajë, se kam përgatitur një dy gjëra, kështu me si po vres ti them kështu. Kam njërin që kam kështu bite, kam përdorur te stand-upi dhe një dy kështu si momentale, dhe ja them Denisit kështu. Me si po vres. Qa po bënje? Po këta pjesën e fundit. Ta bëjmë bashkë? Po. Qa